Presidenti i SBA-s Donald Trump tha se pret të ketë një takim të shkëlqyer me homologun e tij kinez Xi Jinping për se të mbërrijë sot në Korenë e Jugut, ku do të ketë një drekë pune me presidentin Lee Jae-myung. Trump u nis nga Tokyo, ku ndodhej për një vizitë 2 ditore dhe mbërriti në qytetin e Koreas së Jugut, Gyeongju, për të marrë pjesë në samitin e bashkëpunimit ekonomik Azi Paqësor, APEC. Duke folur nga Air Force One, Trump tha se priste të kishte një takim të shkëlqyer me Xi të njëjtën, gjatë të cilit do të zgjidhen shumë çështje. Kemi folur me ta dhe nuk do të improvizojmë në këtë takim. Mendoj se do të arrijmë një rezultat shumë të mirë për vendin tonë dhe për botën. Me të vërtetë, tha presidenti amerikan nga Air Force One. Trump lat kuptoi se do të ulte tarifat që i ka vendosur Kinës në hakmarrje për mënyrën se si e ka trajtuar krizën e fentanilit në SBA, edhe pse negociatorët në Pekin dhe Washington pretendojnë se kanë arritur një kornizë për një marrëveshje, mbetet për tu parë nëse Trump dhe Xi, të cilët nuk janë takuar ballë për ballë në 6 vjet, do të finalizojnë një armpushim në luftën tregtare dypalshe, që ka bërë që tregjet të bien ndjeshëm dhe të ndërpresin zinxhirët e furnizimit. Megjithatë, presidenti amerikan ka lënë të kuptohet se nuk është i sigurt nëse do të diskutojë me Xi çështjen delikate të Tajvanit, një ishull i pretenduar nga Pekini. Duke folur në një konferencë të liderëve të biznesit nga vendet e ASEANit para se të takojë me Lee, Trump tha se një marrëveshje tregtare midis SBA dhe Koreas së Jugut do të finalizohej shumë shpejt, megjithëse zyrtarët nga të dyja palët ishin më të kujdesshëm. Të dy aleatët njoftuan një marrëveshje në fund të korrikut që i lejoi Seulit të shmangte tarifat më të larta të SBA-s, pasi rënë dakord të bënin 350 miliard dollar investime të reja në SBA, por bisedimet mbi këto investime kanë ngecur. Presidenti amerikan u takua më pas me Lee në Muzeun Kombëtar, ku ju dha një kuror ari dhe urdhri i madh i Mungunguas, dekorata më e lartë e vendit që mbahet si një brezi i zbukuruar dhe medalje. Do doja ta mbaja atë tani, tha Trump me shaka. Në fillim të drekës së punës, e cila përfshinte një ëmbëlsirë të artë, presidenti i Koreas së Jugut u zotua se vendi i tij do të shpenzonte më shumë për mbrojtjen. Nga ana e tij, Trump premtoi të ndihmonte në zgjidhjen e problemeve të Koreas së Jugut me fqinjen e saj verior. Të dyja Koret janë teknikisht në luftë, që kur nënshkruan një armpushim në vitin 53, jo një traktat paqeje. Ne do të punojmë shumë me Kim Jong-un dhe të gjithë për të zgjidhur problemet, sepse kjo ka kuptim, theksoi presidenti amerikan, duke shpjeguar se nuk kishte arritur të gjente kohën e duhur për të takuar me udhëheqësin e Koreas së Veriut.